Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe shikoj që letrat është një shtrihje që përfaqëson një rritje personale dhe financiare pas një periudhe tensioni ose përpjekje kur del në pah mençuria jote dhe vendosmëria për të mbrojtur atë që ke ndërtuar. Ti ke kaluar të dashur, apo ju keni kaluar të dashur peshqi, kohë kur është dashur të luftosh për stabilitetin tënd, qoftë emocional, profesional apo financiar. Është kjo këtu. Tregon një moment kur je ndjerë se po luftoj e vetme për të mbrojtur atë që është e jotja. Kjo letër flet për përballje, për mundim, për ruajtje të kufive dhe burimeve personale. Në këtu thim shfaqet kalorësi i këmbanave, një figurë që sjell një mundësi ose ndihmë të papritur. Mund të jetë një person që të jep një ide, një lajm ose edhe një shans për të bërë një lëvizje të zgjuar. Kjo është një thirrje për të vepruar, por pa nxitim, me zgjuarsi dhe besim. Një dorë ndihme. E kush si duhet të dashur peshqi, të gjithë na duhet ajo dorë ndihme kur jemi në gjendje të tillë. 9 të lejthisë, që quhen në këtë grup letrash, shfaq është një paralajmërim që ndonë se ke bërë shumë për të arritur ku je, nuk je ende plotësisht i çliruar. Je në një fazë ku ke ndërtuar shumë por je lodhur, ndoshta edhe pak paranojak të thosha, sepse nuk do të humbasësh atë që ke fituar me vështirësi. Por mos haro, kjo letër është gjithashtu një shenjë fuqisë për të mbijetuar dhe për të qëndruar deri në fund. Për ta mbyllur fuqishëm leximin e juaj, të dashur është mbretëresha e gjetheve. Përfaqëson versionin më të mençur, të ekuilibruar dhe të përmbajtur të vetes tënde. Ajo nuk reagon, ajo mendon dhe vendos. Ajo është nën e strukturës, e ideve të qarta dhe udhëheqëse pa fjalë të shumta. Pra të dashur peshqi, mos harro se çfarë ke ndërtuar. Ke ardhur deri këtu jo për të dorëzuar, por për të bërë zgjedhje më të mençura. Mbro veten pa agresivitet, me maturi dhe zgjuarsi, sepse ti nuk je më në mbijetesë, tani je në një pozicion kërkoj ndjesë, sepse ti je në një pozicion që të udhëheqësh veten tënde drejt një ardhmje më të qetë dhe absolutisht më të sigurt. Tu shikoj, mund të jetë një dorë ndihme, mund të jetë një ide, mund të jetë një alternativë, një mundësi e juaja për tu rikthyer apo për tu ringjallur nga gjithë ajo çfarë ka ndodhur. Është duke ardhur, por duhet ta pranojmë, siç thotë letra, me mençuri të dashur, me mençuri, sepse nuk je më në mbijetesë, siç e thash. Tani je në një pozicion që mund të udhëheqësh jetën tënde drejt asaj që vërtet dëshiron, me një siguri dhe me një stabilitet shumë më të madh se qishit të dashur peshqi.